Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Stelina bën publike lidhjen e re të dashurisë në ditën e Shën Valentinit. Stelina është një ndër vajzat që u komentua më së shumti në këtë edicion të Bigut. Edhe pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ajo vazhdon dhe ruan popularitetin, po me të njëjtën ritëm. Së fundmi, në ditën e të dashuruarve, që është pikërisht sot, Stelina ka postuar një story në Instagramin e saj ku ka marrë disa buqeta me lule dhe disa dhurata nga fansat e saj. Kjo dhuratë ka ardhur pa u specifikuar se nga cili person, por me sa duket zemra e Stelinës vazhdon të jetë mbushur plot edhe pse ndoshta nuk është në një lidhje konkrete.